Mirëmbrëma miq, nga unë dhe Marito. Mirëmbrëma. Qa ke që mendohesh më vlla? Mirëmbrëma, vetëm mirëmbrëma ke për më thënë, për raportin Problemi është që ti je në mes ditës, dukesh aty, edhe unë them mirëmbrëma, këtu thua dhe ti mirëmbrëma, na shohin një çik me dyshim njerëzit. Natyrisht po e regjistrojmë pak përpara këtë për arsye shëndetësore, po që le të themi good afternoon. Okej, mirëmbrëma është si thonë një fjalë ajo rutina e përhershme që bëjmë neve. Ky është një emision i regjistruar në fakt 2-3 orë përpara, para arsyes se mua më duhet të jem në Vlorë. Ti do thuash që jam ose gjetesh se bepin dhe mek në Vlorë po shkon për qef, por realisht jam në Vlorë për punë. Atëherë, Amarido, ka ardhur raporti ose dhe Odirit i cili kritikon zgjedhjet dhe është shpritur me entuziazëm nga opozita e cila thot, a ju pata thonë, e kanë thonë këtë punë. Mirë po, mua më duket se vredhet janë gjithmonë zakonshme, përdorimi administratës, orientimi votës, e të tjera. Dhe si kur t'ishte në një opozitë që si ka ndodhur ndonjëherë kjo punë hajde depo, kjo opozita jonë sigur është në garë, si të paktën kur ka qenë në pushtet i ka bërë të gjitha këto vetë. Dhe janë të njëjtët persona në fakt. Nuk e di si e gjykon ti, a thua për shembull Edi Rama e zot Turpi edhe thot, "Okej, do bëjmë zgjedhje të reja." Ose "Okej, do jap dorëheqjen." S'di nga ta nisësh këtë sepse problemi është që nuk është se kjo opozitë që do ishte dëshirë çdo shqiptari. Po deshe nuk e nisin fare, shkojnë direkt e Zelenski, za aty kemi merakun, sa dhe Jo, është thjesht duhet trajtu, nuk është sepse është një problem fakt tepër serioz kjo. Nuk është se kjo opozitë than ndonjë shpresë ose ndonjë ide dhe pritë se amori për pak vota ose këshu ose ashu, dhe nuk besoj ka shqiptar që nuk i kujto nxënësit e klasave të para dhe të qerdheve lemë të shkollave të mesme dhe shkollave të larta duke dalë në përpërurime. Pra në qoftë se do flasim për përdorim administrate, është një budallik pavarësisht se ose bëhe o diri do bëj punë të veta si që bëjnë zakonisht, dhe ne përjetojmë në një shoqëri ose në një moment ku gjithçka blehet, siç mund blehet që të flasësh mirë për Shqipërinë, ashtu blehet të flasësh keq për Shqipërinë, siç mund blehet të flasësh mirë për Ramën, ashtu dhe të flasësh keq për Ramën. Por nëse shqiptar të paktën duhet jemi korrekt me veten dhe të kuptojmë që kjo opozitë nuk është, edhe nëse bo zgjedhje me veten, kjo prap dele dyta, sepse është e pamundur që kjo të fitojë, është e ndërtuar keq, dhe ne kemi thonë në shumë emisione këtë. Pra nuk ka të bëj Edi Rama këtu, s'ka të bëj fare administrata, Y-i apo X-i. Ky është mendimi im për këtë. Në fakt gropa është shumë e madhe, domethënë të gjithë përveç PD-s kanë marrë 1 milion vota, ndërsa PD-ja ka marrë 500.000 vota, PD-ja bashkë me LSI-n. Pra gropa është shumë e madhe, është 500.000 vota, domethënë po aq sa ka PD-ja, po aq janë votat që janë kundër saj. Domethënë gjithë PS dhe opozita tjetër, si thonë një fjalë, përveç PD-s dhe LSI-s kanë marrë 1 milion vota, ndërsa PD plus LSI ka marrë 500.000 vota. Domethënë është një grop shumë e madhe për të jetë gërmuar nga ana e pushtetit, sepse sido që të jetë puna, një lloj kontrolli ka qenë, një lloj vëzhgimi ka qenë nga vëzhguesi ndërkombëtar. Madje në mos gaboj ka qenë ajo vëzhguesja e famshme që nxori edhe Berishën blof në 97-ën, domethënë nuk është ndonjë njeri i cili ka simpati për Shqipërinë, është angleze me qëra fjala. Unë lordi kështu, po nejse. Ose bëhe Odiri, përgjithsisht këtë rol ka, pra
nëse do të flisim Shkoqur është një organizat tepër e korruptuar. Paktën këto prova ka dhënë anë kanë botës nga Ukraina në Shqipëri e kudo në botë, që natyrisht do thot një X apo Y gjë që t'i knaqë të dy palët një farmase, kjo është pak a shumë çfarë ajo ka bërë gjatë gjithë kohës. Por nëse do heqim këtë lloj, çfarë them unë ty, shpikje, dhe do flasim me këmbë tokë, do kuptojmë që nëse do ishte përdor administrata në atë farmase, duhet kuptojmë që administrata, edhe sot e kësaj dite, ne po flasim nga java në javë, që në fakt në administrat janë edhe ish deputet PD-s ose deputet të PD-s, ose antar të PD-s që po merren në administrat. Pak të në këshu e ka shu dhe java. Jo, dua të them vetëm diçka. Unë kam takuar për punet, si më thëmë për punët e mia, disa policë këtu në Vlorë dhe i kam pyetur kuriozitet. Ju detyruan që të merrnit pjesë në fushatën zgjedhore, a morët pjesë, dhe kjo ka qenë në tavolinë duke pirë kafe në sens miqësor. Dhe të gjitha ata më kanë thënë jo. Tashti, në qoftë se ka një njeri që ditë mbush kutitë e votimit dhe i njeh dobësitë e zonave, këta janë policët, sidomos plot fuqishëm. Dhe të gjitha ata më kanë thënë jo, nuk kemi përdorur, nuk kemi marrë, nuk kemi. Kështu që edhe mua më duket një çike dyshim të gjitha kjo, që është përdorur. Okej, edhe përdoret, por jo në masë të tillë që të mund të ndryshojë rezultatin e zgjedhjeve. Domethënë, ndoshta Rama do kishte marrë 83, do kishte marrë 73. Po që do t'i kishte marrë zgjedhjet. Tani, për mënyrën se si e sjell PD-ja, mos harrojmë, ne kemi të bëjmë me një kryetar partie si Sali Berisha që në fundit përveç e qenies non grata, që për mua pak rëndësi ka kjo, po ka rëndësi për shtetin ose për vendin, sepse një non grata jo se duke bo Amerika non grada i ula po i ngrendu një vlerë Sali Berishës, unë thjesht po mundohem të trajtoj anën në... Amardo, ne harrojmë diçka që Berisha akuzon vazhdimisht kundërshtarët si të mplekshur me krimin, narkoshteti, ervim droga atje. Por asnjëri nuk e përmend që ky tipi është si dënuar, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga gjykatat angleze, për shoqëri me trafikant droge, për mpleksje me trafikant droge. Neve harrojmë shpesh këto. Po kam frikë se njerëzit nuk e harrojnë. Po asnjë nuk besoj se harrojnë dhe nuk besoj nëse do t'ishte ashtu, nëse do merrnim anën e asaj çfarë thonë këto, që të thash dhe një është një bisedë fare kot, sepse unë si qytetar, pak me mbaj veten si qytetar këtij vendi, në kuptimin e mirë të fjalës, pra i pa angazhuar politikisht, do dëshira ime ose ëndra ime do ishte që vërtet kishte një konkurrencë Edi Rama, se nuk është se jam dakord me të gjithë veprimet ose politikat e Edi Ramës, dhe një nga gjërat që ne kemi thënë dhe në emisione është pikërisht fatkeqësia e këtij populli ose këtij kombi që PD-ja udhëhiqet nga Sali Berisha. Për shembull, për mua zgjedhja ideale do t'ishte që Edi Rama t'ishte kryetari PD-s, edhe nga këto budalliqe që po bë her pas here, shpresoj mrena kësaj jave ose deri në vit të ri, thotë Edizish Muhabeti, do bëhem me PD-n, do bëhem kryetari PD-s. Edhe po kam frikë se drejt kësaj rruge është, se po i merr gjithë në drejt. Edhe të bimë rahat. Në Elbasan, atë kryetarin e PD-s në Saram, drejt kësaj rruge është.
Po nuk janë vetëm duket këto. dashuria e parë nuk harrohet. Bravo, nuk janë vetëm këto, është një listë e tërë njerëz, më duket se vetëm po ti jesh me PS nuk merr më vend e punë, këtë përshtypje kam, sepse po të shohësh edhe si mund të them ministrat, zgjedhjen e ministrave shumë pak janë hardcore të PS-s, në mund të quajmë kështu. Pra Edi Rama është shquar gjithmonë për të majtës e djathtës, ose është shquar gjithmonë për këtë dëshirën që të anoj nga krau i djathtë, ose nga krau pra Edi... Okej, e shoh që e ke me protest madhe të flasësh për këtë punë. Jo, nuk e kam me protest, thjesht po mundohem t'i vej, domethënë t'i jap një sens asaj çfarë është mos e vërtet. Pra, gjatë kohës që ne, unë, ti dhe gjithë kemi kërku që të kemi një opozit, ne s'kemi pas opozit, dhe s'kemi opozit as për momentin, sepse nëse do kishim opozit, paktën do kishim guximin që edhe për Tiranën këta të nxirrin një kandidat tyri. Pra, po ta marrësh PD-n, është e pamundur të gjesh dikë që të thuash, domethënë, pos që vetëm kundra Edi Ramës, që të thuash, ky do ishte shumë mirë për ministër, ose ky do ishte shumë mirë për X vend. Është e pamundur. Pra, nuk është se të thash dhe nuk është se i dhan ndonjë ide, nuk është se i dhan ndonjë si më të them opsion tjetër shqiptarëve. A është po njëta PD e 90-91-shit, po njëti sal, po njëti fjalimi salës, asilloj ndryshimi. Pra këtë nuk e them me gëzim, këtë e them me një hidhrim. Sepse, si të thash, do ishte për Shqipërinë, do ishte shumë e mirë që opozita të ishte ndryshe, se opozita në fundit, sidomos tani në këtë lloj momenti geopolitik, do ishte një mrekulli që të vinte me një mendim të saj. Por kjo është e pamundur për çfarë kemi konkretisht. Dole vetë momenti. Atëherë kemi një situatë në Ukrainë ku fronti është në një lloj stagnacioni. Ky Trumpi u përpoqë si bënte biseda me Putin, mirë po me sa duket Trumpi harron diçka që marrëdhëniet në shtete janë real politik, nuk janë çështje dëshira siç e ka një businessman, shiko, un kam këtë mall ti ke kaq pare, hajde bijem në pazar ta blejm. Ndërkohë që shkolla e lindjes është një shkollë e tipit të Kissingerit. Premtoi Tomahawk dhe Putin tha nëse ndodh kjo, tha, atëherë po shkojmë drejt një shkallëzimi të padëshirueshëm, sepse Tomahawk janë në gjendje të mbajnë edhe kokë bërthamore, dhe kur të niset një raket drejt nesh, nuk e di ma është me kokë eksplozive normale apo bërthamore, dhe kjo do bjerë një kundërpërgjigje tonë. Në fakt, Trump bërë një tërheqje mbrapa dhe i dha vetëm raketa Patriot, ato që janë për mbrojtjen kundër ajrore. Ndërkohë Zelenski po përpiqet, mua më duket më tepër, ai bën të vetën, është në mbrojtje të vendit vet. Po europianët kanë një lloj, hem takat s'kan hem. Por si mendon ti si do shkojë kjo luftë, meqense ndjek këta edhe analistët amerikanë? Interesi im për Ukrainën në fakt lindi që në 2014 paka shumë, sepse të them të drejtën, kur do më ndoqa edhe trazirat asaj kohë dhe kam qenë në Angli dhe më kujtua tërë si Shqipëria 90-91-shit, pra ndoqa me një interes të jashtëzakonshëm, nëse për shembull në Irak. Po çmallesh e ti, po çmallesh me ke parasysh ku shef déjà vu komplet, sepse për shembull nëse kam parë që kam thënë
qofse kam parë atë kur i bishin Saddamit me shapkën që e kishin marrë, që kishin gjujtën verit, i gjujtën Saddamit, i gjujtën atij tjetrit. Gaddafit. Bravo. Po diktatori ishin këta gjithë. Jo, e kuptoj këtë, po nëse ajo shapka ishte po njëta shapkë, am kuptoj dhe ato mjetet që ishin ato makinat e bardha, ishin po njëtat makina, atëre pashat e ngjashmërinë, dërsa Ukraina ishte tojidhjo, kur i thonë, sepse për fat të keq ose të mirë, unë kisha bërë një analizë pse gjithçka shkoi keq në Shqipëri. Dhe pra Ukrainën e ndoqa me një kujdes, me një dëshirë, me një dhimbje. Dhe deri në atë kohë nuk kisha asnjë lloj njohurie as për Rusinjo. Por nga çfarë unë kam parë dhe nga të kuptohemi nga specialistët ose si mund të them intelektualit amerikan, çdo gjë që është shpalos kanë nxjerrë një perëndim, nuk po flas vetëm për Amerikë, po edhe një perëndim të zbuluar komplet. Fatkeqësinë që ja prun Ukrainës nder, dhe tash jemi në këtë lloj pozicioni, më tregoj një faqe tjetër dhe shumë më të qartë të çfarë kishte ndodhur në vendin tim. Dhe pse unë isha në Angli, për shembull, edhe tu vazhdonte 97, 98 etj. Pra kuptoj që shtetet si yni ne patëm fatën e mirë që vetëm të na prishnin gjithçka ishte mbi tokë, të na merrshin pa lek që ishte në tokë, pavarësisht u duk që gjë më madhe, po kishte edhe më keq, ishte Ukraina. Kështu që ajo çfarë shpalosën më vonë ishte që nuk do kishte rrugë tjetër përveç se një lufte ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Dhe nëse do ta detajoja pak edhe nga vetë fjalët e liderave si amerikan, qoftë edhe rus apo dhe Ukrainës, apo qoftë edhe ish komandantit NATO-s, del që ja kishin vënë synin Ukrainës, o do bote luft, o nuk ka. Pra o do i shkonin Rusis aty, o nuk kish rrugë tjetër. Amaldo, shiko, të gjithë thonë tash që edhe nëse Ukraina do doj të bëj paqe, sepse momentalisht është në fundin e burimeve njerëzore. Domethënë, aktualisht pas një emision francez, të televizionit shtetëror francez, i cili nuk mund të akuzohet për putinist për vetë faktin sepse Franca është ndër më entuziastët kundër Rusisë, kundër pushimit të kësaj lufte, jepte që ata po mobilizonin edhe gratë në përburgje. Domethënë nga 37.000 burgosur deri tash kishin mobilizuar 8.000, nga cilët shumë grave, të cilat i çonin në vijën e frontit, nuk është se i linin, domethënë në çështje infermierie ose kuzhine të tak. Dhe lin një dilemë e madhe tash. Thonë që a do jetë në gjendje Zelenski të nënshkruaj paqen, sepse janë ato batalionet Azov, Hajdar, këtë emër ku e kanë gjetë xhanën po nejse, Hajdar e tjera, që janë ekstremistë dhe mund t'i marrin jetën sepse ata nuk duan paqen. Po mua më duket diçka më e thellë se sa kaqe që ai mund të ketë frikë nga Hajdarët edhe nga Azovët. Tani, unë ndoqa një Mike Pence, që mund të ndjekin të gjithë, në qoftë se duan. Ai bëri ka bërë një hulumtim mbi Ukrainën në mënyrën më të jashtëzakonshme dhe më të detajuar. Dhe ndoshta do ishte mirë të kapsha disa pika që të kuptonim se çfarë pashke Ukraina si ke vendi im.
Pra ai tregonte dorën e USAID në Ukrainë, duke filluar që nga media, që është 90% e Ukrainës, kjo bëhet fjalë përpara viteve shumë përpara 2014-s. Dhe do t'i bëj sa më shkurt, po thjesht që ata njerëz Jo, jam kurioz, bjeri sa më gjatë, sepse unë në fakt më doli kot kjo OSB-e, sepse më shkakton sinqerisht përzierje kur flas. Jo, bëre mirë sepse dhe për këtë jam kurioz, sidomos duke ditur edhe nga linqet që më çon të specialistëve amerikanë dhe anglez. Do dal edhe ke OSB-ja. Pra ky Mike Pence bëri një si më të them, një skanim të gjithë shkaja kishte ndodhur para 2014-s. Dhe çfarë mund më tërhoqi vërejtjen ose vëmendjen ishte fakti që gjëja e parë ku investu në Ukrainë pas viteve 90 ishte në arsim dhe u ndalua gjithçka në shkollat ukrainase që kishte të bënte me si mund të them misin Ukrainë-Rusi. Gjithçka që kishte të bënte me lidhjen e si më them, gati dy vlezërve, në mund t'i quajmë kështu. Dhe u nxorr në dritë, pra dhe tekstet shkollore, gjë që ka ndodhur edhe në Shqipëri, në forma tjera, dhe tekstet shkollore u përpunuan në atë farfe që gjithçka të krijonte një kontradikt ose një moskënaqësi mes Ukrainës edhe Rusisë. Dhe kjo brez pas brezi. E njëjta gjë ndodhi dhe në Shqipëri, sepse ne u habitëm për shkakun që pse nuk flitet për genocidin grek në tekstet shkollore. Eksakt, sa do ta përmendja. Bravo. Ose nuk flitet për figura që janë vrarë pikërisht nga në luftë kundër antarëve grek. Bravo, për asnjë nga këto figurë, këto janë fshi komplet. Njëkohësisht për çdo lloj heroi që vërtet ka dhënë jetën, se në momentin që ti jep jetën për atë dhe, është një borxh që i lehet të gjithë, se mund të them, kombit. Siç flasim për Adem Jasharin tash për shembull, më kuptove që jemi të gjithë borxh ndaj atë dheut. E vërtet. Por në një moment që ti përbal të gjithë figurat kombëtare duke filluar edhe nga Ismail Qemali, le nga këto të luftës nacionale shqiptare, që natyrisht të luftës nacionale shqiptare mund të them që kanë qenë të rrallë heroj si të luftës nacionale shqiptare, nda që i majtë, nda që i djathtë, ato sepse në fakt gjatë luftës dytë botërore këto popull, sidomos popujt e lindjes, po i themi, popujt e lindjes fillojnë nga Rumania, Polonia, Ukraina, Rusia, Shqipëria, Jugoslavia, e me radhë, bësh fjalë që një herë e mirë të kishin dignitet si kombe, mos të ishin mos sklevër, më kupton të kishin adheu në tyre. Kjo ishte pak a shumë ideja. Amarildo, më fal, a e ke parë sa janë shtuar reelsat në rrjetet sociale ose shorcat, ku idealizohet figura e Hitlerit e Musteqes, që i thonë na fal se gabuam, ti e kishe mirë, japin pamje të ushtrisë gjermane në sulm. Pra, po kemi një lloj gjallërimi të një lloji ekstremi i cili në fakt ka qenë armik i razës njerëzore, po ta kapësh kështu. Tani kjo është më se e vërtet, por ndoshta do të nxjerrja pikërisht ke Ukraina, se ke Ukraina ka zanafillin, ne mund ta quajmë këtë, ose është një nga pjesët që jemi këtu, ke këto rrillsat me Hitlerin. E kam studiu pak luftën e dytë botërore dhe një nga po të shikosh për shembull mënyrën se si nazizmi arriti të manipuloj popull. Më kuptoj, është hera e parë, në më them, në gjithë historinë njerëzore ku u përdor ajo në mënyrë, do më që ngrit në art pak a shumë
ajo që quhet manipulim. Po. Do më që u vu në shkencë, pra nuk ishte më si thjesht si ta provojmë një kështu, po u bë shkencë. Dhe po të shikosh për shembull kishe Amardo. Në mbështetjen e saj duhet të them që kur kam lexuar kujtimet e Schellenbergu ka qenë shefi Gestapos për ca kohë, po në fakt më tepër ishte shefi kundër zbulimit dhe nazist. Ai thoshte kishim 167 institute që studionin kulturat e popujve, karakteristikat, pikat e dobta dhe të forta të çdo populli në mënyrë që neve të kishim një hartë të plotë të vendeve që do pushtonim dhe si do t'i manipulonim. Shumë interesante kjo. Aty ka filluar në mënyrë shkencore manipulimi i popujve, mund të thuash. Bravo. Dhe ajo që ndoshta do thoja pak përpara Ukrainës, nëse do shohësh Ballkani kishte racë ariane, kishte shqiptarët, nuk e di çfarë racë i thoshte serbëve, se gjithë ishin në nazizëm. Grekëve po ashtu, rumunëve po ashtu, kroatëve që ishin më të tmerrshmit e Ballkanit, bosnjakëve, po marrin vetëm Ballkanin. E njëjta gjë u përdor dhe me Ukrainën, pra që sepse e marrim Ukrainën si të tërë dhe kjo është më skandali. Pra një pjesë e Ukrainës që, si mund të them këto, kishin arrit të shplanin nga trut, që ju nuk i përkisni racës slave, ju keni mësu slavisht padashje, se ju jeni europian. Më kuptoj, ju keni qenë pjesë e Austro-Hungarisë dikur, keni qenë pjesë e Hungarisë, tjerë. Më kuptoj. Edhe dje ishte një shkrimtar ukrainas që thoshte ne jemi europian, s'kemi lidhje me rusët e tjerë. Dhe çfarë pash, domethënë prap mbi Ukrainën ishte që nga vitet 90-91 pedagog Kaçurreca e me radh fillon duke shpjegu që çfarë kishte bo, sa keq ishte sjell Rusia ose Bashkimi Sovjetik me Ukrainën. Më kuptove. Dhe vazhdonin i binin pikërisht luftës dytë botërore. Por mos harrojmë që siç thash, kjo pjesë ku u zgju nacionalizmi, sepse ndoshta e kemi thënë dhe në programe përpara, po ja vlen ta theksojmë që nacionalizmin për vetë në vete kanë përdor vetëm 2 deri në luftën e dytë botërore. Ka qenë i pari Napoleoni, ai është shpiku, se si njerëzit domethënë luftëtarëve mund t'ju japësh, si mund të them, një armë më shumë, duke qenë ne jemi francezë, ne jemi më të mirë, ne jemi kështu, dhe gjerman të dytët. Dhe e përdorin në mënyrë fantastike. Pra, diku fusnin, si thash, racën ariane, diku fusnin krishtërimin, diku fusnin, edhe muslimonët nuk e di se çfarë i tha, dhe aty nëse di se çfarë i tha. Pa ato me qeleshe në atë kryqin, atë që ishte ajo mball. Pra, let ju themi një bravo në mund të gjumë kështu fillimit të shkencës manipulimin, mënyrën se si ata e përdorën dhe arritën që të mbështeten mbi Ukrainas, mbi Polak, mbi etjerë, që të sulmonin Bashkimin Sovjetik ose harrojmë Bashkimin Sovjetik, po edhe unë po shpjegoj dhe mrena Ballkanit luftoshin njëri tjetrin. Dhe më qesharakja e kësaj ishte fakti që masi, sepse ne Ballkanasit edhe ne lindorët e kishim dhe donë rand më burr. I bishim njëri tjetrit në mënyrën më bastarde të mundur, sidomos Poloni, Ukrainë dhe Kroaci, Bosnja. Janë bë krime të jashtëzakonshme, u vriqin njerëzit me sopat nga qefi, s'doshin me harxhu plumin. Dhe problemi ishte, më e bukura e kësaj ishte, që në katë bukur në këtë lloj makabriteti, ishte që gjermanët në fund bonin ato shënimet dhe thoshin një gjë jeni sjell shumë keq. Domethënë ne keni ne u tham të vrisni një tjetrin, po jo kaq fort. Sa që po e vrisni ju.
Dhe E vërtet është, për shembull, kroatët, kampi i Jarova, s'ke kishte emrin Usenovac, diçka e tillë, dhe thoshin domethënë ne ju tham të bëni kampe për qëndrime, po jo kaq llaftar, na te kaluat. e njëjta gjë dhe në Ukrainë, për shembull në Ukrainë është fakt që domethënë është bë vrasja më masive që ka pa lufta e dytë botërore, vrasja e civilëve në mënyrë masive, domethënë hap gropën e madhe ti edhe kape vrit. E vërtetë. Komendoje ti që ishte komunist, komendoje ti që ishte që mbështeste komunizmin. Pastaj aty fuqin edhe çifutët mënen, hebrejt mënen, ose hebrejt parët, le të themi që t'jemi mrena emisionit dhe komunistët dytët, si dushti, po që do të thënë është por këto nuk janë fakte të shkruara që po e po. Këto janë dhe të dokumentuara, këto janë dhe me video, këto janë dhe me foto. Si që është fakt që pas luftës dytë botërore, këta Ukrainas, pra këto batalione Azove me radhë, që normalisht duhet të dënoheshin për krime lufte, u strehuan në Britaninë e Madhe dhe u përdorën si diversant, si në Shqipëri, ndaj vendeve. Madje operacioni parë që pastaj ishte Shqipëria, ka qenë pikërisht në Ukrainë, Naktingal quhej operacioni me hedhjen e diversantëve, por ishte jo rezultative sepse ishte shumë larg në vijë ajrore për t'i hedhur dhe nuk kishin baza furnizimi dhe pastaj thanë po eksperimentojmë me Shqipërinë meqense vend më i vogël etj. Domethënë ishte një strategji e mirëmenduar. Dhe pra shkenca që u përdor në Ukrainë përpara 2014-s, sepse që përpara 2014-s fillon duke dalë këto Azove, këto në 2014 dolën më në pa, dolën më hapur, më kuptove, janë pronë e përdorjes. Pra në qoftë se ata i quajnë veten luftëtar ose quajnë veten trima, ata që i përdorin thonë ju jeni palla që do luftoni për ne. Kjo është paga shumë çka ka ndodhur dhe çfarë po ndodh në Ukrainë. Dhe si mund të them, Ukraina nuk kishte më shans që të mos shkonte në luftë. Dhe në qoftë të kthehemi 2014-s, Ukraina kërkoi vetëm 12 bilion ose miliard. Miliard. Ha? Miliard, se unë e di që ti ke vështirësi me nga përkthimi. Bravo, 12 miliard. Ju drejtu Amerikës parës, ju drejtu BE-s, ju drejtu FMN-s dhe nuk ju dha kjo ndihmë. Në momentin që e afroi Rusia, ndodhi Maidan Square. Por nuk ndaloi me këtu. Problemi është që nuk ndaloi këtu. Ajo u vazhdu, pra, si të them, ajo shkollë që kishte filluar që nga viti 90, 91, 92, kishte bërë punën e vet, ose po bënte punën e vet. Këta po i përgatisnin për t'i bërë mish për top, ose për t'i shërbyer interesave, sepse mos harrojmë që ato që bëhen perandori nuk bëhen e herë sepse kanë ushtrin më të madhe, po din përdorin gjithë format. Absolutisht po. Më kupto. Nuk bëhesh perandori duke ndjekur rregullat e moralit. Bravo. Dhe po të marrin një rast analog, janë kurdët që përdoren sot e kësaj dite kujdo që t'i bim dhe kur shtat s'kan për të bë. E njëjta taktik u përdor dhe me ukrainasit. Dhe shumë njerëz do kuptojnë, mendojnë, dhe unë dua ta vej pikën mbi, mendojnë që unë po flas për Putinit, nuk ka të bëj fare Putini gjithashtu. Unë po flas se çfarë konkretisht i ndodhi Ukrainës. Dhe çfarë ndodhi Ukrainës ishte shumë e thjeshtë. Në momentin që filluan trazirat, filluan njëkohësisht
të blehen dhe asetet ukrainase me një çmim shumë më të lirë. Pra qëllimi, këtu filloi duke u zbardh qëllimi dhe një nga gjenit e kësaj ishte pikërisht Soros. Gjenit e, të kuptohemi, ishte një nga, nuk do të thot i vetmi. Dhe pastaj filloi ndalo gjuhën, pastaj filloi ndalo fen, e njëjtën, pra do kishte përplasje etnike mes e s'bën. Sa duke pa thash analizat e këtyre njerëzve, duke pa analizat e këtyre njerëzve me sinqeritet them që kemi pas një fat jashtëzakonshëm me luftën tonë që patëm me Serbinë, më kuptove. Patëm një fat jashtëzakonshëm që Amerika vendosi, NATO vendosi t'i vej pika në BI, dhe ishte, të kuptohemi, dëshira Amerikës apo nevoja Amerikës për momentin, po që ne na shërbeun më të jashtëzakonshme se mund të ishin furnizuar të dyja krahët dhe të vazhdonte lufta qysh nga 99 e gjertani, e të vazhdonte pra mbaheshen ndezur. Siç po shikoj që po kërkojnë ta ndezin, pra do më dumë ta pranojmë. Amarido, më bëri përshtypje gjithmonë duke ndjekur këtë reportazhin e televizionit kanalit shtetëror francez. Unë nuk e fiksova se në fakt e pash nëpërmjet televizionit të San Marinos, ka një emision ata, Il Grande Gioco, loja e madhe. Dhe ai kishte qenë në zonat e pushtuara nga rusët, ku njerëzit thoshin jo, jemi mirë, inshallah nuk kthehet. Okej. Janë në diktaturë, kanë frikë të flasin, megjithëse nuk po merret vesh ku kanë frikë të flasin në Ukrainë apo në Rusi. Por ka përshtypjen që Ukraina nuk bëhet më, ka për të ndarë, domethënë disa thonë në 3 pjesë, disa thonë në 2 pjesë. Por e vërteta është që rruga që zgjodhi Zelenski, okej, mund të ketë pasur vokacionin më të mirë të mbrojë vendin e njëri tjetrën, por më duket se është, domethënë, për një gjë fare të vogël, si më thënë për një plesh dogji organin. Dhe kam frikë se zhbërja të vend. Nga analiza që bëri Mike Pence, që të kuptohemi për çdo gjë kishte dokumentacion në dur, mund të them dhe një gjë tjetër që Zelenski, domethënë vetëm se po lu rolin e vet tani, sepse në momentin që zgjedh Zelenski ishin nga 20 pika dhe nëse do përmend 3-4 pika, domethënë pas zgjedhjes Zelenski ishte që ai në asnjë mënyrë nuk mund të negocionte me Rusin pa lejen e amerikanëve, pa lejen e perëndimit, pa lejen e perëndimit. Nuk mund të bënte marrëdhënie ekonomike me Rusin, pa lejen e këtyre. Më bëri përshtypje diçka që Angela Merkel në kujtimet e saj thotë që neve donim, por u qua Polonia dhe Letonia. A Letonia, Lituania, se mbajnë se i ngatroi këto. Dhe më bëri përshtypje, dje kishte dalë një ministër i jashtëm i Letonisë, një spurdhjak, një as 30 vjeç si kishte, i cili thoshte duhet të fillojmë luftën, duhet bëjmë luftën. Ora, unë jam dakord që këta tipat që s'kan asnjë lloj përgjegjësie, se Letonia në mos gaboj nuk e kap 2 milionshin, po se cila prej tyre se kap 2 milionshin dhe asnjëra prej tyre s'ka më shumë se 2.000 ushtar, do të thonë po fusin botën në sherrë, ma men atë sherrin e vogël të lagjes që fuse në sherrë gjithmonë të mëdhenj. Pikërisht kështu duket edhe Zelenski në vetvete. Më kuptoj, ai mori rolin dhe luajti më mirë nga të gjithë, në mund ta quajmë kështu, sepse po ta shikosh një tjetër analist tha një gjë kryevepër. Anglia tha nga perandori është kthy tash i tha në si quhet, grupe
grupe diversioniste për Amerikën, do më thënë, nga një shtet që kishe një potencial të jashtëzakonshëm për të bërë perandori, tash i e kthy në, si mund të them ty, në grupe. Është grupe interesi, nuk është më... Jo, akoma në grupe diversante. Pra nuk më kujto ka marrë një rol komplet që të paktën nuk e nderov as vetë Britaninë. Por çfarë më ngeli ke kjo pjesa e mënyra se si çdo gjë ishte, si mund të them, si një lojë shahu. Çdo gjë do sillte pikërisht këtë pozicion. Dhe një gjë që ndoshta presidentët e mëpashëm thoshin, nuk keni pse e merrni naftën nga ne, nga Rusia, po e merrni nga ne, nuk keni pse merrni gazin nga Rusia, e merrni nga ne. Kjo ndodhi me anë të Ukrainës. Dhe tani amerikanët mundohen t'ja linë në derë Europës, mundohen. Europa nuk ka mo as fjalën që thotë shoku je bot ju, am këto thotë ne e bom, thotë mirë, dakord, am këto. Domthon ajo që duhet theksu këtu ishte një ndër goditjet më fantastike që vetëm i tru jashtëzakonshëm mund ta prodhote, që nga lufta në Ukrainë ti të pushtosh Europën, domethënë ta bësh Europën vasale komplet, se mos harrojmë që përpara Ukrainës, dhe kjo është e rëndësishme ta theksojmë, se çfarë na intereson ne si shqiptar, jo se çfarë intereson Putinit apo tjetrit. Çfarë na intereson ne si shqiptar ishte që përpara kësaj Gjermania ishte driving force, Franca, Anglia, më kupto, kishin një ekonomi që biles në momentet caktuara këto arritën që një famase t'i thonë dhe Amerikës, jo ne nuk jemi dakord për këtë, jemi dakord për këtë, më kupto, pra kishin ndërtu, si më them, atë strukturën e vetë që dukesh se ishin një forcë botërore. Ndërsa tani janë kthy fatkeqësisht jo vetëm në ekonomi të dështuara, por edhe në ju ka ngel vetëm një opsion, luftë. Dhe dum ta pranojmë, kjo është. Domethënë çdo gjë që po shikojmë rreth rrotull flet luftë. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për Ukrainën këtu. Nuk e shoh që bëhet fjalë vetëm për Ukrainën. Gjë që intereso Amerikës, natyrisht që intereso. Dhe të gjithë të prallat e Trumpit unë vetë nuk i besova. As në fillim as tani që jo kërko këte. Tani çfarë kam parë dhe çfarë ka pa vetë historia është kjo. Çfarë pam dhe ne si shqiptar. Është që këty në mjafton t'ju hapësh derën. Dhe nuk ndalon më aty. Pra nuk bëhet fjalë zejmë që si më thëmë ty ju dhe kromin, edhe këto thonë, okej, tash jemi okej, po marrin vetëm kromin. Ke kromi shkrujnë naftën, shkrujnë gazin, shkrujnë këte, pastaj thonë, një gjo se dume edhe gjykatat, po dume edhe këte, po dume edhe atë, po ne që atë majmë, edhe ty dume. Më kuptove. Po t'ju bim edhe ca tjerë këtu. Bravo. Shtyuni qik në veri ose në jug, në ku do të fusim edhe ca palestinez, në qofë si u mushet menja nese pas nese. Dhe kam edhe Sazanin këtu për balë, po logarisë është i ku do marim, ku do bëjmë kasollën. Sepse është momenti që vërtet u gris perdja e vlerave, sepse ishte edhe Rama me një humor fantastik, me gjithse e tha seriozisht i shkreti, tha ne tha duhen të bashkojmë me Europën për vlera, çfarë vlerash bëhet fjalë, çfarë vlerash kam më Europa, duke fillu që nga kultura, duke fillu që nga roli mbi familjen, duke fillu që nga
gjykatat që gjithë Europa po vu duke filluar që nga korrupsioni, duke filluar që nga asnjë plan ekonomik, për çfarë vlerësh bëhet fjalë? Për çfarë vlerësh bëhet fjalë kur është e pamundur të gjesh një politikan sot në Europë që ta mbylli 2 minutin ose 3 minutin e fjalës tij pa gënjy 90%. Dhe Amarido, unë mendoj që lufta në Ukrainë dhe zgjatja e saj po na kursen një luftë tjetër, atë me Kinën, sepse ajo kishte për të qenë pastaj hata e madhe. Sepse po flasim për një vend i cili ka një GDP 18 herë më të madh se sa Rusia dhe kapacitete njerëzore më të mëdha se sa gjithë perëndimi bërë bashkë. Tani ndoshta do jap një pasqyrë tjetër çik më ndryshe. Kush janë popujt sot, popujt e botës sot që kanë një qëllim? Më kupton se qëllimi është gjëja më kryesore që shtyr një kom përpara. Janë qëllimet. Më kupton, po të shohësh gjithë perëndimin, ne nuk kemi as qëllim. Kemi qëllim të marrim një shtëpi, kemi qëllim të bëjmë 2, kemi qëllim bëjmë një X gjë ose Y, bëjmë qef, më këto ca qëllime që në fund të fundit janë çfarë ty të shtyhen që ti mendon se i do. Kjo është më e bukur. Edhe masi i merr këto jetë zero me xhufë. Por popujt që kanë një qëllim, kanë një drive, janë me gishta. Janë hebrejt, numri 1, janë kinezët, janë rusët. Të dy këta kanë objektiva 5.000 vjeçare, se cili prej tyre. Bravo, janë rusët, nuk po përmend më. Po e marrim vetëm këto 3 shtete. Këto kanë qëllim si komp. Pra këto mund të vdesin deri në ushtan e fundit. Ndërsa pikërisht çfarë tham Mike Pence është kjo që nga 90-ta ne të lindjes dhe këta të perëndimit që nga 45-a 46-a humbën çdo lloj qëllimi. Pra u bë gjithçka tepër individuale, tepër e imja, tepër kështu. Dhe kemi arrit në një moment të tillë që të gjithë luftojmë për sukses, jo për qëllim. Pra jeta jonë nuk ka qëllim. Qëllimi jonë është sukses që asnjë nuk do me ditë për suksesin tatë. Dhe problemi është që suksesi jotë, siç po e shikojmë sot në botë, sidomos në perëndim, është aq idiot dhe aq i brisht sa ti mund të jesh bilioner, ai të blloko bankën. Ai thot, sot ishe bilioner, nesër s'ke as i lek. Sepse më e bukur është që është kap, pra nuk ke asnjë poshtë, në mund ta quajmë drejtësie. Drejtësia është si ta duash ti ta përdorësh. Mund dënosh këto për korrupsion, fjala korrupsioni i fut gjithë aty, që nga hymja me të kuqe në semafor, tek bështymja në tokë, tek marrja e parave të mëdha. Korrupsion, domethënë i 2 muaj ta fusin ku dush, të bllokojnë edhe pasurinë. Pra shohim ajo që duhet të theksoj, shohim që këto vendet me qëllim, që kanë një qëllim, këto kombet me qëllim, po punojnë shumë bukur për vetën e tyre. Dhe ne tërë perëndimi ose tërë kjo pjesa, po marrim Europën tash, nuk po se ne jemi bira funit e kavallit aty, po marrim Europën, është kjo që ku po shkojmë është një tmerr në vetvete, sepse Anglia, që do me e bodhe Shqipëria, është po digitalizon tërë personin. Pra e di që e bi, në një moment që ti mund kesh bo para, ose mund kesh bo pasuri, ose një tjetër, unë mjafton si gjykatët ngrej një çështje mbi ty, dhe ti s'ke mo asi kokër leku, sepse nuk ke asi para në xhep, çdo gjë e ke në mënyrë digjitale.
Hallin madh. Pra imagjino po marrim për shembull, harrojmë në dy po marrim Zamirmanën. Më kuptoj që ka i tuf lekë, që thot, unë do bëj më shumë lekë, do bëj për shumë menen e vetë, se është knajsi. Dhe vjej shoku nese dhe i thot një gjotë i s'ke as i lekë, sepse në vitin 91, qofse ti mamen, nuk po them më këtej, dhe të le me 0 lekë, por ne duke na vonat e kape zogun, ose shife zogun, gjithë perëndimit, ne jemi bot ca njerëz që na gëzo fatkesia e tjetrit, ca njerëz që po shkojmë drejt një boshësie, dhe po shkojmë një drejt, se më thëmë, po na tërheqim për munde, po të shku komplet pa qëllim. Dhe një psikolog tha gjën më të bukur, a di tha kush janë njerëzit më të dëshpëruar të glob, të sidomos pjesës tonë, janë tha bilionerët. Se në qofë se ne menojmë asë sikur të bëhem bilioner, ose asë sikur të bëhem milioner, a i ka ato dhe kuptoj që është një boshësi e tërë. Se nuk ka pikërisht qëllim. Dhe raca njerëzore, kjo është shumë e nevojshme të theksohet, në fakt ne jemi social, pavarësisht se nga 90-ta ne na thanë që ne jemi qenie individuale, në fakt jemi qenie shumë sociale. Pra, Roma ndërtoi rrugët, ne i përdorëm, më kuptoj, pa marrim Roma, ose babai ndërtoi shtëpinë, fëmia mbajti atë shtëpi, babai punoi tokën, fëmia gëzoi atë tokë. Pra jemi qenie. Po ngatron vlla se babai na ndërtoi shtëpinë, ne po i fusim nga një shit me të gjitha. Po nëse unë kapa një ca mira vjet përpara, po mirë e keti këtë. Jam babai punoi, mori pension 100.000 lekëshin edhe e qitën për jashtë. Shumë e drejtë kjo. Ndërsa ne dhe qa nuk shitëm i futëm kazmën. Unë thash si racë njerëzore, po flisa si shqiptar, po mirë e theti. Më kuptoj. Kur dolën aty direkt duhet i thriste secili mendjes, thoshe o shoku ka punu tjetër 45 vjet, ti si jep lek as me kalu muin, që këtu e kuptoj që portokallet se i prem, mollët se i prem, këtë se nuk bëjnë as për zjarr, këtë se mora vesh kur. Po pra. Dhe ky Mike Benza e shpjegoi shumë bukur, që nga kultura, imagjino tani, që nga kultura, pra nëse e shef për shembull, po të shkosh ke në Shqipëri, ose po dalësh ke ajo në Vlorë, Monumenti Pavarësisë. Monumenti Pavarësisë, do ti të futet një krenari, të futet një farë euforie nacionale. Dhe ku vjen nga Pogradeci për në Tiranë, është Nën Tereza si delfin. Mua aty. Sepse është futet këtë arti modern, do më nuk të je pas i gjo, është delfin. Jo është Nën Tereza, në rregull pra, kjo qeka. E me kishin vënë edhe një të aeroporti, ajo të kallte datën e aty. Po mos i futimi asaj, më kupto se bëhet hall më i madh. Po ta kanë fjalën pikërisht to figura që nuk i kanë dhënë as i gjosh Shqipëris, njerëz shumë i mirë, po njerëz më të mirë se nona e baba im s'ka pasur burr. A më kuptove? E prindit tanë që kanë punu për ne, sakrifikun për ne. Por me gjithate si figur që i njeh bota shumë bukur që e vlerësojmë, por problemi është që kujt i jep krenari kombëtare, kujt i jep atë, për shembull, kur kalon rrugës Durrësit, shef figurën e herojt të Adem Jasharit. Kalo ke komuna Parisit, shef Selam Husajn, janë figurë, pra janë, më kupto, është tjetër gjë. Është tjetër gjë dhe mënyrën se si është bërë skulptura për ta. Më kuptoj, pra edhe lloji arti, se po fleq se për artin. Pra në një moment që arti pas 90-s ishte një idiotizëm i gjallë,
që nuk jep as lloj gjoje, as lloj veni. Amarido, na fute një trishtim, vlla. Jo, duhet jetë një lloj zgjimi, vlla. Më kuptove sepse Amarildo u bë, domethënë, më desh Zoti kur i thon muhabeti që këtë pjesë tjetës të ke mundësi të kuptoj vërtet çfarë po ndodh. Më pra i kam dhënë një qëllim vetes time, më shoh diçka përtej asaj të voglës. Klishes që na afron çdo ditë media. Mirë, e mbyllim atëherë se më tristove shumë, më tristove. Ta mbyllim në anë pozitive, kemi qenë me shumë fat, sepse mund të ishim si Ukraina. Okej, po, shpëtuam. Kjo është e mirë, kjo është vetëm pozitive. Do të thonë që na e mbyllën llogarinë me neve e mbyllën në 97, apo jo? Shqyr. Okej. Ose shpresojmë. Atëherë, kemi natën e mirë. Natën. Natën e mirë, miq. Faleminderit.